Venezuela po përballet me pasojat e një prej fatkeqësive natyrore më të rënda të viteve të fundit, pasi dy tërmete të fuqishme goditën vendin të mërkurën, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke ngritur frikën për një numër shumë të lartë viktimash. Pamjet e publikuara nga kryebashkiaku i komunës Baruta, Darwin Gonzales, tregojnë ekipe emergjence që transportojnë të plagosur me barela nga ndërtesat e dëmtuara në zonën e Caracasit. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë pa ndërprerje, ndërsa 10 persona besohet se ndodhen ende të bllokuar në ndërrojat e ndërtesave të shembura. Pamjet janë verifikuar përmes elementeve të dukshme të ndërtesave dhe infrastrukturës përreth, ndërsa ekipet e emergjencës po shfaqen në video mbajnë uniformat e policisë bashkiake të Barutës. Sipas United States Geological Survey, dy tërmetet goditën Venezuelën gjatë ditës së mërkurë, duke shkaktuar lëkundje të forta që u ndjen në një zonë të gjerë të vendit. Institucioni Amerikan ka publikuar gjithashtu një vlerësim paraprak mbi pasojat njerëzore të katastrofës. Duke përdorur modele statistikore dhe të dhëna sismike, ekspertët paralajmërojnë se numri i viktimave ka shumë gjasa të arrijë në mijëra persona. Madje, sipas analizave të tyre, ekziston një probabilitet i konsiderueshëm që bilanci përfundimtar të kalojë shifrën tragjike prej 10.000 viktimash. Autoritetet venezueliane nuk kanë publikuar ende një bilanc zyrtar përfundimtar, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë garën me kohën për të nxjerrë të mbijetuar nga rrënojat. Ndërkohë, frika për pasgoditje të tjera dhe dëme të shumta të infrastrukturës po e vështirësojnë më tej situatën në zonat e prekura. Vëmendja e gjithë botës është përqendruar tashmë te Venezuela, ku orët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për përcaktimin e përmasave reale të kësaj tragjedie.